Horoskopi për datën 27 maj 2026 e Mërkur. Dashi. Gjatë kësaj dite, do të përpiqesh me çdo kusht të vendosësh paqen dhe të rregullosh marrëdhëniet me njerëzit që po ju rrethojnë, si në shtëpi, ashtu edhe në punë. Megjithatë, për të arritur këtë qetësi, ju duhet të kaloni përmes disa debateve dhe provave që ndoshta mund t'ju lodhin. Mos u mundoni të bëni rolin e shpëtimtarit për të gjithë. Nëse investon më shumë se ç'duhet tek problemet e të tjerëve, do të përfundosh i mërzitur dhe i mbi ngarkuar. Sot do të kesh një tendencë të ndalesh tek gjërat që nuk po funksionojnë në jetën tuaj. Do të ndihesh sikur je me nxitim të madh për të përfunduar diçka, edhe pse në realitet askush nuk po ju kërkon llogari. Ky tension i brendshëm do t'ju shërbejë si shtys për të kryer një punë që kishit lënë pas dore prej kohësh. Ngjyra e fatit e bardhë, orët më të favorshme 16 deri 17:30. Demi. Disa merita apo probleme të prapambetura me punën dhe detyrat e përditshme do t'ju rëndojnë në mëngjes. Nuk do ta keni të lehtë të shlodheni, por nëse uleni dhe i merrni vetëm me çështjet që zgjidhen menjëherë, do të ndihesh më i lehtë. Truri juaj do të punojë me xhiro të larta sot, çka do të bëjë që juve t'ju iki vëmendja shumë shpejt nga njëra punë tek tjetra. Disa situata irrituese do të shfaqen papritur, sidomos nëse nxiton ose nëse ju grumbullohen shumë pengesa të vogla njëherësh. Kujdes me lëvizjet e parave dhe me mesazhet apo telefonatat që bëni, mos u nxitoni të ktheni përgjigje. Ky stres do t'ju ndihmojë të merrni një vendim të prerë për të mbyllur një herë mirë një muhabet të kaluar. Ngjyra me fat gri e hapur, ora më e favorshme 8:30 deri 9:45. Binjakët. Ditën e sotme do ta nisësh me një dëshirë të madhe për të menduar gjatë për problemet që ju stresojnë pa arsye. Mënyra e vetme që ti të biesh pak rehat është të flasësh hapur me dikë dhe të ndash këto mendime. Ti je aq i përfshirë në situata sa nuk po arrin dot të shohësh zgjidhjen që ke përpara syve. Gjatë këtyre ditëve ke plot ide të reja në kokë, por sot rrezikon që një dëshirë apo projekt t'ju shuhet po aq shpejt sa që ka lindur në mendje. Ruaje veten nga lodhja fizike dhe mendore. Gjithashtu bëj shumë kujdes me fjalët, mos premto apo mos fol për gjëra që janë ende të paralizueshme. Fatmirësisht, pasdite do të gjesh kohën dhe mënyrën e duhur për t'u argëtuar dhe për të kaluar çaste të këndshme. Orët më të favorshme 18 deri 19:30. Ngjyra me fat argjend. Gaforja. Mëngjesi do t'ju gjejë në një humor jo të mirë dhe do të shihni gjërat pak me pesimizëm. Megjithatë, kjo gjendje do të kalojë shpejt, por rreziku qëndron tek fakti se mund të nxitosh për të marrë vendime thjesht për të ndryshuar situatën. Sot do të ndiheni i shtyrë për të mbrojtur me ngul një mendim ose për të futur në debate që ndoshta mund t'ju hapin më shumë punë se ç'e mendoni. Presioni që ndjeni rreth vetes është real, por nuk do të zgjidhni asgjë nëse veproni me nerva dhe pa u menduar qartë. Mos fol para kohe për një çështje delikate. Përdore këtë ditë për të zgjidhur një problem konkret në shtëpi apo në punë dhe largo çdo shpërqendrim që ju prish qetësinë. Nëse përqendrohesh, do të jesh shumë produktiv. Ngjyra e fatit për sot është blu e errët, orët më të favorshme 15 deri 16:15. Luani. Dita do të fillojë pak me pasiguri, apo ndoshta një ankth që e ke të trashëguar. Ti ndoshta nuk e kupton vetë se nga të vjen kjo mërzitje, por lajmi i mirë është se me kalimin e kohës, ndoshta do të fillosh të ndihesh më i lirshëm dhe humori juaj do të fillojë të përmirësohet. Megjithatë, bëni kujdes, pasi mund të nxitoni të nxirrni përfundime të gabuara për dikë. Edhe ju këshilloni të mos dërgoni mesazhe të nxituara. Disa pengesa të vogla gjatë ditës do t'ju pengojnë të shihni situatën në tërësi.
Keni disa njerëz rreth jush që mund t'ju bëjnë të humni durimin me sjelljen e tyre të vrasht apo me nxitimin që kanë. Pavarësisht mendimeve të ndryshme që keni me të tjerët, sot do të gjeni vullnetin për të vënë rregull në jetën tuaj. Kur të ndiheni të lodhur nga një situatë, përdorini atë si pikë kthese për të ndryshuar gjërat, por shmangni sherret e kota. Ngjyra më me fat është bezh, koha më me fat 13 deri 14:30. Virgjëresha. Sot do të jeni aq të ndjeshëm sa që çdo vërejtje apo mosmarrëveshje vogël në punë apo në shtëpi mund t'ju duket si një sulm personal. Ndaluni pak dhe mendoni se pse po reagoni kështu, pasi kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më shumë veten. Gjatë kësaj periudhe ju keni marrë shumë përgjegjësi, ndoshta më shumë se zakonisht. Ditën e sotme do t'ju duhet të përballeni me disa prishje planesh ose me njerëz që do t'ju japin këshilla dhe kritika që ju nuk i keni kërkuar. Mos i merrni shumë seriozisht fjalët e të tjerëve, nëse i thon sidomos në stres. Do të keni ndjenja sikur po vraponi për të bërë një punë menjëherë, por realisht nuk ka asnjë urgjencë. Ky presion ju bën që ju të mbyllni një detyrë të bezdishme. Një ngjyrë me fat që mund ta kesh për sot është ngjyra kafe apo e gjelbër. Orët më të favorshme të ditës janë 7:45 deri 9:15, si dhe pasdite 16:30 deri në 18. Peshorja. Sot do të dalin në sipërfaqe disa ndjenja që ju i kishit fshehur prej kohësh, gjë që do t'ju ndihmojë të sqaroni mendimet tuaja. Nga fundi i ditës do të ndjeni nevojën të mbylleni në shtëpi dhe të pushoni. Deri atëherë mundohu të mos reagosh me nerva ndaj situatave të papritura. Nëse punoni më shumë se ç'duhet apo nëse i vini vetes shumë synime të mëdha njëherësh, do t'ju mbarojë durimi shumë shpejt. Kjo është një ditë e mirë për të bërë plane dhe strategji për të ardhmen. Do të ndjeni pak lodhje mendore dhe njerëzit që ju rrethojnë ndoshta mund të thonë ndonjë llafe që ju nuk e pëlqeni, por mos i jepni peshë fjalëve të tyre. Nëse nxitoni të bëni disa gjëra menjëherësh, ju do të përfundoni në gabime, dhe ato do të vazhdojnë t'ju kritikojnë, ndaj ngadalsoni ritmin. Mos bëni lëvizje apo blerje të pamenduara shumë. Ngjyra me fat është blu. Ora më e favorshme 12 deri 13:45. Akrepi. Në pjesën e parë të ditës do të jeni shumë kokëfort dhe do të shihni vetëm rrugën tuaj, ndërsa më vonë mund t'ju shtohet pak padurimi. Tregoni më tolerant me veten dhe më të thjeshtë me të tjerët. Sot mund të përballeni me komente të vrazhda, veçanërisht në takimet private. Medikat. Mos nxjerrni përfundime të parakohshme dhe mos u tregoni shumë të ftohtë në situata ku ju duhet pak më shumë mirëkuptim. Mund të keni disa përplasje me familjarët dhe partnerin, të cilët mund të mos e përqejnë dëshirën tuaj për të vendosur vetë. Sidoqoftë, ju do të arrini të shihni anën pozitive. Në mbrëmje do të jeni më shumë emocional se zakonisht. Kujdesuni për veten, dëgjoni zemrën dhe mos u ndikoni nga nervat e botës jashtë. Ngjyra me fat është e kuqe dhe e zezë. Orët më të favorshme janë 21:15 deri në 22:30. Shigjetari. Sot në disa momente do të ndjeni sikur nuk jeni në formën tuaj më të mirë dhe sikur askush nuk ju kupton. Nëse tregoni një mendje të hapur, do të fitoni më shumë se sa po të dyshoni apo kritikoni çdo gjë. Edhe pse sot do ta keni të vështirë ta bëni këtë. Nëse një problem nuk varet nga ju, lëreni me një anë dhe përqendrohu tek gjërat që ti mund t'i bësh. Mos e lodh kokën duke menduar gjatë. Padurimi ndoshta mund t'ju prish punë, sidomos në marrëdhëniet në çift. Nga ana tjetër, truri juaj është mjaft i prejtë, ndaj merreni çdo punë me një përqendrim më të lartë. Në mbrëmje do të keni nevojë të largoni pak nga zhurmat dhe ambientet me shumë njerëz për të qetësuar shpirtin. Ngjyra e fatit është vjollcë dhe e zezë. Orët më të favorshme është pasditja e vonë.
Bricjapi. I dashur bricjap, vëmendja juaj do të jetë tërësisht tek qëllimet dhe përgjegjësitë tuaja. Do të jeni plot energji për të nisur një projekt të madh apo për të mbyllur disa punë biznesi. Kjo mund t'ju ngarkojë shumë pasi vëmendja juaj ndodhet në disa vende njëherësh. Gjatë kësaj dite do të ndjeni dëshira dhe pasione të forta, ndoshta më shumë se zakonisht. Një konkurrencë e vogël me kolegët apo miqt mund t'ju motivojë, por mund t'ju sjellë dhe një stres të panevojshëm. Disa rrethana do t'ju mbushin mendjen se duhet të bëni gjërat me nxitim, edhe pse në të vërtetë nuk ke një arsye për ta bërë. Kritikat dhe sfidat që u vijnë nga jashtë, ktheheni në forcë për të përmirësuar. Ngjyra e fatit bezh dhe gri, orët më të favorshme 9:30 deri 11, si dhe 17 deri 18:30. Ujori. Ke një dëshirë të madhe për të lëvizur dhe për të bërë gjërat që mund t'ju shtyjnë të merrni përsipur më shumë se sa mund të mbani mbi supe. Por, ky vrrull duhet kontrolluar. Nëse e kontrollon, do të fillosh të shohësh mundësi të reja që më parë të dukeshin të pamundura. Nëse fillon të shqetësohesh për të ardhmen, kjo do t'ju bëjë nevrik apo kontrollues ndaj çdo detaji, ndaj ndalojeni menjëherë nxitimin. Nuk ju ndihmon. Më vonë gjatë ditës do të lini më njanë ndjenja dhe do të merrni seriozisht me një punë të prapambetur. Llogari të vjetra dhe pastrimi i mendjes do të jetë lëvizja më e mirë për sot. Vendosni prioritet dhe do të shihni se do ta shijoni procesin e vënies së rregullit. Ngjyra më me fat është jeshile, koha më e favorshme mesdita. Peshqit. Në mëngjes do të keni një tendencë. Është si puna ati që rreh ujë në havan. Dhe ndoshta një koleg apo një njeri i juaj mund t'ju mërzisë pak. Megjithatë, dita kalon dhe ju do ta ulni pak këtë tensionin e paradites. Do të arrini të hapeni dhe të shikoni mundësitë e rrugdaljes në problemet që keni. Për disa orë defektet dhe pengesat do t'ju duken më të mëdha se përfitimet, dhe kjo ndoshta mund t'ju çojë në një ndryshim të rëndësishëm në jetën tuaj. Njerëzit mund t'ju duken më të prerë dhe më të vrazh në sjellje, ndaj mos komungulni gjëra që nuk mund t'i ndryshosh dot. Pranoj ndryshimet e papritura që nuk varen nga ju. Pavarësisht se dita do të jetë dinamike, nëse i bën punët me një far plani do të ndihesh sikur nuk e bër asgjë. Ngjyra më me fat është e gjelbër. Ora më e favorshme është 8 deri 9:30, si dhe në mesditë 13:45 deri 15:15. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.